Të nderuar etër, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Sipas kalendarit liturgjik, sot quhet e diela e të lidhurit të djathit ose bulmetit. Çfarë kuptimi ka kjo? Siç edhe e keni ndjekur dhe në të dielat e tjera, ne kemi hyrë në periudhën para përgatitore të kreshme të mëdha. Dhe jemi në atë periudhë që quhet periudha e triodit, sepse çdo të diel ne përdorim këtë libër që quhet Triodi i Shenjtë, që na përgatit çdo të diel që të hyjmë në kreshmën e madhe. Sot është diela e 4 dhe kjo diel starton kreshmën e madhe që fillon nesër. Prandaj, para se të hyjmë në kreshmën e madhe, ne kemi nevojë për një parapërgatitje. Sepse kreshma e madhe nuk është diçka e lehtë, është e madhe nga kuptimi, por është dhe e vështirë. Është asketike. Dhe duhet një parapërgatitje mendore, shpirtërore, pastaj dhe trupore që ta nisësh e ta përfundosh kreshmën. Sepse ndryshe ajo mund të degenerojë si një lloj diete. Por çdo thot kreshëm. Kreshma vjen nga fjala latinisht quaresimo dhe thot 40 ditë. Pra neve të krishterët ortodoks në liri të plot brenda mundësive shëndetësore, trupore, shoqërore, thirremi për të kreshmuar. Për 40 ditë, neve nuk konsumojmë ushqim me bazë shtazore dhe nën produktet, por konsumojmë vetëm ushqime bimore, vegetariane, mund të themi. Dhe këtë bëjmë jo se ushqimet me bazë shtazore dhe nën produktet janë të mallkuara. Përkundrazi, çdo gjë që merret me falënderim është e bekuar, por këtë bëjmë si një lloj ushtrimi, asketizmi, që neve të përparojmë shpirtërisht. Ku e ka zanafidhën kreshma, ose dhe agjërimi, që dhe kjo është një praktik e krishterë, shumë e lashtë. E ka tek zanafidha njerëzore. Sot quhet dhe e diela ku kujtohet largimi i Adamit nga parajsa, ose vajtimi i Adamit bashkë me Evën. Ne dim që Perëndia, triadik, Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë, pasi krijoi të gjithë të dukurat dhe të padukurat, krijoi edhe njeriu, sipas ikonës Perëndis, dhe me mundësinë për të bërë i ngjashëm me Zotin. Dhe njeriu në fillim ishte një krijesë që ushqej me ushqime bimore, me fruta, ishte vegetarian, mund ta themi. Dhe Perëndia, për të provuar lirinë e njeriu, i dha një ligj. Ha nga gjitha frutat ose bimët e kopshtit, por mos ha nga fruti i ndaluar, nga pema e dijes. Sepse në qoftë se ti do të hash, me siguri ke për të vdekur. Pra, çfarë i dha Perëndia njeriu? I dha një ligj kreshmor, ha këtë, mos ha atë. Sepse Perëndia dha këtë ligj kreshmor që të provojë njeriu lirinë e vet, dhe duke provuar lirinë, ai të rritet në Perëndinë. Por fatkeqësisht ne dim që njeriu u gënjye nga Eosfori, nga angjëlli i rënë, i cili u fut tek gjarpri dhe nëpërmjet gjarprit i foli Evës, që në qoftë se ju hani, ju nuk do të vdisni. Ju do të bëheni të gjithë dishëm dhe të përjetshëm si Perëndia, dhe Perëndia këtë e di shumë mirë. Dhe Eva pa që fruti ishte i lakmueshëm për syt, ishte i dëshirueshëm për t'u ngrënë, ishte i dëshirueshëm për dije. Pra 3 tundimet: lakmia e syve, dëshirimi i mishit, krenaria e jetës. Dhe Eva e mori frutin, e hëngri, ja dha dhe Adamit. Këtu pra të dashur më Krishtin u prish ligji kreshmor. Këtu filloi tragjedia njerëzore. Pra, shikoni se sa i rëndësishëm është kreshma.
nuk është thjesht diçka që edhe s'mund ta bëjmë, që thjesht është fakultative. Jo, është urdhëres Perëndia. Prandaj dhe kisha i jep kaq rëndësi kreshmës. Dhe në vitin liturgjikal, kisha mban sipas ditëve të mërkurë dhe të premte, por dhe sipas kreshme periodike gati 6 muaj të vitit janë kreshëm. Dhe 6 muaj janë të lira. Sepse kreshma është e domosdoshme. Thuhet se Adami dhe Eva, mbasi u përzun nga parajsa, ata qëndruan 40 ditë e 40 net, pa ngrënë dhe papir, duke u lutur Zotit, me agjërim të plot, me lot që të futeshin parajsë. Por Zoti nuk lejoi, sepse nuk mjaftonte vetëm kreshma dhe agjërimi ta pastron njeriu, duhet therorja me gjakun e qingjit të Perëndisë që është Isu Krishti. Edhe në Dhjatën e Vjetër ne shikojmë që profetët të cilët folën me Zotin agjëruan. Agjëroi Mojsiu 40 ditë e 40 net, pastaj ai foli me Zotin dhe mori 10 porosit. Agjëroi Ilia 40 ditë e 40 net, pastaj ai foli me Zotin në malin Karmel. Agjëruan profetët, agjëronte populli i Izraelit dhe mbi të gjitha agjëroi biri i Zotit kur bë bir njeriu. Ne dim që mbas pagëzimit Krishti shkoi 40 ditë e 40 net në shkretir, as ëngri, as piu, agjërim i plot. Edhe në këtë fund të 40 ditëve vjen tunduesi, ai që tundoi njeriu në parë, kërkonte dhe tundonte dhe Adamin e dytë. Dhe i tha, në qoftë se je biri i Perëndis, kthej këto gur në bukë. Po çfarë i tha Krishti? Largohu prej meje Satana, se njeriu nuk jeton vetëm nga buka, po nga çdo fjalë që thot Perëndia. Kështu pra të dashur me Krishtin, sipas urdhrit të parë, sipas shembullit të profetëve, sipas shembullit të Krishtit, të gjithë të krishterët janë të urdhëruar të agjërojnë dhe të kreshmojnë. Prandaj, duhet ta merrni seriozisht këtë urdhëres. Kuptohet. Ka edhe disa rregulla. Fëmijët poshtë moshës 11 vjeç nuk kreshmojnë dhe nuk agjërojnë. Mbi moshën 11-12 vjeç duhet fillojnë praktikën e kreshmimit. Po ashtu, gratë shtatzane nuk kreshmojnë as agjërojnë, ose ata që japin gjë fëmijës. Të moshuarit, të cilët kanë shëndet të rrëzuar, nuk mund të kreshmojnë dhe agjërojnë. Ose njerëzit të cilët kanë punë të rënda, po ashtu, ose kur ishin në atë kohë udhëtime të gjata, por që sot bëjnë me makinë, bëjnë me avion, nuk ka shumë problem. Por të tjerët, të cilët kanë mundësi, kanë shëndet, duhet patjetër ta bëjnë. Le të jap një shembull të thjeshtë, siç na japin etrit e kishës. Çfarë është qenia njerëzore dhe pse duhet kreshma? Etrit e kishës na japin një shembull të shpirtit dhe të trupit. Shpirtin e shikonin si kalorsin, trupin e shikonin si kalin. Edhe ashtu si një kalorës hyp një kal për ta çuar destinacion, por që kali mos ta rrëzoj kalorsin, ai ka nevojë për frerë. Ashtu kalorsi e kap nga frerët fort kalin që ta çojë majtas, djatas se mos ta rrëzoj. Ja pra dhe trupi ynë është një kal që na mban shpirtin. Por ky trupi ynë shpeshherë sikur atëre kur ne ushqejmë shumë me shumë kalori, ngrëshqelma. Kërkon gjëra të cilat mund ta rrëzojnë, ta vrasin shpirtin në mëkate, në pasione, në grykësi, në lakmi, në përtatësi. Atëre janë frerët. Kush është freu? Kreshma. Kështu pra ne i vëm fre trupit ton, i themi trupit ton, jo, ti nuk do ashtë, po do ashtë atë që dua unë. Jo ajo që të tërheq nga nuhatja, ose nga shia, por atë që ty të mban gjallë dhe nuk të jep kënaqësi. Kjo pra është kreshma. Kreshma është freri i trupit ton, ose janë frenat e makinës që është trupi ynë. Në qoftë se një makinë sado e përsosur të jetë, po s'pati frena, ajo aksidenton shoferin dhe tjerët. Kështu pra dashur me Krishtin. Ne në qoftë se nuk mbajmë kreshëm, nuk përparojmë, ne nuk kemi karakter, ne nuk disiplinojmë veten, ne nuk dimë të themi jo mëkatit. Si do të thosh jo mëkatit?
jo pasionit. Kur ti nuk e fuqi ti thuash jo një copë djathi, një kokreveze ose diçka tjetër. Një ushqim që ti të hash një ditë tjetër. Atëre ti je njeri i dobët. Prandaj, nga gjërat e vogla shkojmë te gjërat e mëdha. Prandaj nuk duhet ta neglizhojmë kreshmën. Etrit e kish na thon, kreshma, agjerimi është nëna e gjithë virtuteve. Askush që është shenjtëruar nuk u shenjtërua pa kreshëm. Askush. Si do shenjtërohemi neve në qoftë se do ta braktisim dhe nuk do ta mbajmë kreshmën? Dhe ajo që duhet të them, nuk do ta bëjmë siç duam neve. Siç ka disa tradita që trashëgohen familjarisht javën e parë e javën e fundit. Kush i ka thënë këto? Ku i keni lexuar këto gjëra? Janë shpike njerëzore, mos të them djallëzore. Kreshma është 40 ditë. Jo më kot është 40 ditë. Numri 40 është numër plotësie. Për ditën e 40 kreshma e përmbush qëllimin në shpirt dhe në trup. Ashtu si një kur që e përmbush atë shëndetin ku bëhet e plot, në kohën e plot. Kështu dhe neve duhet ta mbajmë kreshëm 40 ditë. Dhe në qoftë se nuk kemi mundësi ta mbajmë të plot, atëherë ta mbajmë në kohë 40 ditë, por të reduktuar sipas konsultës dhe këshillën me atin shpirtëror. Asnjëherë mos mendoni një kreshën sipas mendjes tuaj. Konsultoni me atin shpirtëror. Tregojini dobësitë tuaja, pengesat tuaja dhe ati shpirtëror do t'ju japi një kreshëm që ju mund ta bëni, por asnjëherë mos vendosni vetë. Ajo është e pabekuar. Çdo gjë në kish bëhet me bekim. Dhe diçka tjetër e të fundit që mund ta themi, se kjo është një temë shumë e gjerë, por për shkak të minutazhit ne po themi vetëm për të ngacmuar njëri tjetrin. Kreshma nuk është vetëm nga ushqimi. Ushqimi në vetvete nuk është asgjë. Edhe në qoftë se ham, edhe në qoftë se nuk ham, nuk na bën ndonjë gjë. Kreshma është mjet, është disiplinim që fillon nga ushqimi aty ku ram, si te njerëzit e parë, dhe pastaj fillon nga mëkatet dhe nga pasionet. Kreshma duhet shoqërohet patjetër me pendim rrëfim. Gjatë kësaj periudhe kreshmore, secili prej nesh duhet të jetë i vërtet me veten, i sinqert me veten, ta njohë veten kush është, të shkojë të rrëfej mëkatin. Në qoftë se ne nuk e bëjmë këtë, kreshma nuk ka kuptim, është thjesht dietë dhe gjithë mundimi do na shkojë kot. Por jo vetëm pendim rrëfimi, kreshma shoqërohet me lutje, sepse është një moment që të afron tek Zoti, shoqërohet me përdëllim, duke bërë lëmoshtë të tjerët si Zoti është i mëshirshëm, shoqërohet me falje veçarisht ndaj armikut. Zoti është dashuri dhe dashuria e tij është më e fortë se vdekja. Dhe Zoti na dha një ushtrim. Doni armiqt tuaj. Prandaj dhe kreshma fillon me faljen e armikut ose ti pranosh falje atij që të ka bërë keq. Prandaj edhe neve sot në mbrëmje kemi edhe të dielën e ndjesave. I kërkojmë falje njëri tjetrit, traditë krishtere. Të vegjilit kërkon të mëdhenjve dhe të mëdhenjt kërkojnë të vegjilit. Dhe kështu duke ushtruar me barrën e urrëties, zemërimit, fillojmë kreshmën, e cila përfundon në ditën e shtunë para të dielës së dafinave. Por pastaj vazhdojmë edhe kreshmën gjatë javës së madhe. Do ta mbyll me atë çfarë na thot Triodi. Ariu, koha e luftrave shpirtërore, mundja kundër demonëve, përkorja e armatimit plotërisht, bukuria e engjëve, guximi përpara Perëndis, semanën e saj. Mojsiu kuvendoi me Krijuesin dhe ai dëgjoi zërin e tij padukurisht. Me atë vlerëson edhe ne o Zot, të adhurojmë pësimet e tua dhe ngjalljen e shenjtë si njëri dashës. Amin.